Profesor, e filluat mjaft mirë me një gol në avantazh. Avete iniziato Golin bene mirë, con un gol in pastaj vantaggio Vllaznia përmbysi. e dopo Ju vjen keq? hai fatto la sua. Abbiamo fatto una buona partita all'inizio di gara. Kemi bërë një shpërthyer në fillimin e lojës, kaluam në avantazh. Esatto, il primo tempo la parte centrale aveva fatto 2 gol. Patëm probleme pjesën e parë në pjesën e fushës, por 2 gola. 2 gol molto belli da parte loro, però il secondo è divertente. 2 gola shumë të bukur nga goli i dytë ishte kritish. Il primo è imparabile, il secondo è caricato. I pari ishte nuk mundën na pjesa e dytë. E më mirë pas pjesës së parë. Le occasioni vanno sfruttate. Por nëse nuk shfrytëzohen rastet, normalisht që rezultati Poi nel pastaj. secondo tempo è ovvio che quando una squadra è un in meno hai meno spazi. Ndërsa pjesën e dytë kur kundërshtari ishte edhe me një lojtar më pak, sigurisht hapësirat mbyllen, por Prima del 3-1 comunque ha avuto Bori 2 occasioni. përpara se ndesha shkonte 3-1, kishte edhe Boris dy raste shumë të mira, një me kokë dhe një përballë portierit, dhe mund ta ndryshonte komplet rezultatin e ndeshjes. Rrezikon Tirana luftin për mbijetesë tjetër? Rischia Tirana per retrocedere? Mi sembra ancora un po' troppo presto non parlare, come non penso che si vinca il campionato adesso e che non si retrocede adesso, penso. Siç edhe nuk mund të fitohet kampionati tani, edhe pjesa e mbijetesës është shumë herët për të folur. Ka shumë ndeshje në dispozicion. Ndeshjet e fundit bëri mirë Tirana. Ultime partite Tirana ha fatto bene. Kjo humbje në Shkodër Però questa ju demoralizzon sconfitta pak për vazhdimsinë? li demoralizzava un po' per Per andare il avanti. gioco fatto buone giocate per le prestazioni dei giocatori, che mi dispiace per quello. Sigurisht ajo gjë që më shqetëson dhe më mërzit është pjesa më vjen më shumë keq për lojtarët se sa për pjesën e ndeshjes, sepse kemi patur situata shumë të mira edhe gjatë së ndeshjes. Giocare bene deve essere concretizzato dai punti. Por që të luash mirë, sigurisht ato që vlen fund janë pikët edhe klasifikimin tabel, kështu që ka demoralizim. Vllaznia Tirana një klasike e ka e hershme. Siguri profesorie È una classica. E tu lo per prendi l'ambiente e dalla prima. l'atmosfera. Cosa hai sentito come atmosfera? Sapevo che era una partita molto sentita perché E di që është një ndeshje shumë e ndjeshme. Da parte di tutti i ragazzi del club è nostro, quindi Edhe për ne është një ndeshje që sigurisht ka një ndjeshmëri të lartë edhe është klasike e Shqipërisë. Fatto piacere giocarlo, Është kënaqësi të luash gjithmonë këtu në këtë fushë shumë të mirë. Përveç pjesës së rezultatit që sigurisht nuk jemi të kënaqur. Faleminderit.